Kthehemi me hashtag Gjesën edhe pjesën e fundit. Do të flasim për manifestimin tradicional Flaka e Janarit, edicioni i 35 të Galerisë së Arteve në Gjilan. Ka hap dyert për ekspozitën barkombëtare Peneli i Flakës, e cila ka sjell për publikun krijimtari të pasur nga artistë të ndryshëm të arteve pamore. Përmes një lidhje direkte nga Gjilani, pikërisht në Galerinë e Arteve, unë e kam të ftuar zotrin Avni Behluli, artistin i cili po na pret në galeri dhe me fol pak për këtë ekspozitë që është hapur më 17 janar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën e juve. Faleminderit shumë edhe juve, zotri Avni, për këtë intervistë këndshme. Edhe faleminderit për që keni shku në Galerinë e Arteve të qytetit të Gjilanit, edhe po na sillni këtë pamje kaq të bukur nga galeria. Flasim pak për këtë ekspozitë barkombëtare që ka pas hapjen më 17 janar. Po, si zakonisht, tashmë tradicional manifestimi Flaka e Janarit, që nga viti 1991 tani po shënon edicionin 35 me radhë nga organizatorit e 4 shtyllave përkatësisht me shtyllën e Penelit të Flakës. Kemi pa prej fotografive të postuara në rrjetet sociale që kanë qenë një numër i madh i vizitorëve në ekspozitë, ftuar që ka pas, ndoshta kanë qenë me ftesa apo edhe kështu që kanë marrë pjesë për dëshirë. Flaka e Janarit, gjithsesi Peneli i Flakës, tani më ka marrë fizionominë e vetë dhe karakterin për atë çka kujt i dedikohet. Andaj edhe pjesëmarrja në këtë manifestim është shumë e madhe, nga se Peneli i Flakës shënon dhe promovon artistë të vlerave nga më të ndryshmet, nga të gjitha trevat barkombëtare, duke të burë, duke shpalos vlera artistike të zhanreve dhe mediume të ndryshme. Edhe pjesëmarrja nuk është me ftesa, por njerëzit më tani veçlëbin se në Gjilan në 17 janar starton apo fillon zyrtarisht manifestimi me Penelin e Flakës. Është ekspozita që ndron ende e hapur, deri kur do të jetë e hapur? Por ekspozita është fillimi i manifestimit dhe përfundon me 31 janar, atëherë kur edhe do të komunikohen rezultatet e shpërblimet në galambranie, të gjitha shtyllave. Okej, pas ka me pas edhe shpërblime në galambranie të ekspozitës. Keni edhe ju piktura, keni marrë pjesë me punimet e juja, zotri Avni, në këtë ekspozitë? Po, unë jam pjesëmarrës me një pikturë, sepse secili artist të cilët kuratori ka bërë përzgjedhjen, kanë marrë pjesë me nga një pikturë apo skulpturë grafik, dhe në mes të gjithë këtij edicioni apo kësaj ekspozite janë 34 autorë me nga një vepër. Atëre, çka paraqet piktura juaj? E keni aty afër më na tregu se cila është? Piktura ime është në sallën tjetër e dytë, por nëse nuk lejon mundësi të lëvizëm për shkak të kamerës. Është një cikël loja me kafsh, të cilën unë e trajtoj me andje, por nuk dua të flas për punën time, andaj veprat e cilat janë këtu flasin më shumë se sa një ekspozitë, sepse Peneli i Flakës shënon edhe nderon martirët që nga koha e Skënderbeut deri te epoka më e lavdishme e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Andaj edhe i dedikohet kësaj ngjarje, Flaka e Janarit edhe është pakzuar në këtë mënyrë për të nderuar dhe respektuar të gjithë ata të cilët sot ne gëzojmë gjerim. Gjërsa ju po flisni, po i shohim edhe disa nga fotografitë që i keni postuar në rrjetet sociale të pikturave që i kanë realizuar artistët në këtë ekspozitë, e që flasin shumë edhe janë mjaft të bukura. Për gëzime për punën e mirë edhe për punën e bukur që e keni bo në këtë ekspozitë, që është mjaft impresionse, edhe gjithashtu publikut t'ja qesim ndërmend që munden me ardhe dhe me i pa nga afër ekspozitën e qytetin e Gjilanit në Galerinë e Arteve. Po, sigurisht është ekspozitë mjaft impresionse dhe duhet të theksoj se kjo ekspozitë ka karakter edhe garues, andaj edhe
janë da edhe çmimet, posaçërisht çmimi vlerës që shkon për fondin e galerisë, që është piktura pas me profile dardane e profesorit të minjohër Isali Musa, e cila do të mbetet në fondin e galerisë së arteve në Gjilan, dhe 2 çmime të tjera të barabarta që janë da për artistën e ri Arjanet Lakra dhe skulptorin Selam Kasrati. O, atër kush ka me nda këto çmime, zotri Belulje? Tash në Garan Ramje do të organizohet ceremonia përmbyllëse, do të ndahen çmimet në të gjitha shtyllat, pra nga 4 shtyllat, do të merr pjesë sigurisht kryetari i komunës dhe eksponentë tjerë relevant të Gjilanit dhe Kosovës, besoj. Okej. Atëre i ftojmë gjithë qytetarë që me ardhë dhe me vizitu ekspozitën, sa të kenë kohë, munden me vizitu gjatë ditës apo janë orare në orë të ndryshme të përshtatshme se kur duhet me ardhë dhe me pa nga afër ekspozitën? Ekspozita mund të vizitohet nga ora 8 e mëngjesit deri në 16 pas ditën, kur është tip kohë pune, domethënë është e hapur galeria dhe janë të mirë se ardhur, sepse kanë që të shohin, kanë ku të argëtojnë apo të bartin një pjesë të emocionit të çdo artiste që ka ekspozuar këtu. Andaj ja vlen të vizitohet, sepse me një ekspozitë siç është Peneli Flakës, artistët apo edhe vizitorit do të kënaqen, do të relaksohen për një moment, do të harrojnë brengat ditore apo edhe më gjë. Zotri Belulje, edhe ju keni jap vazhdim, keni jap kontribut të vazhdueshëm në skenën kulturore të Kosovës, kështu që një falënderim shkojnë edhe për juve për kontributin e juaj në art. Shumë faleminderit. Prandaj jam një ndër ato themelues të Flakës janë ardhur manifestimit që nga hera parë 1991 pa ndërprer, domethënë kemi bërë përpjekje që të japim një kontribut sa të modest, por në anën tjetër vetëm që të promovojmë artin dhe të kultivojmë vlerat aty ku e meritojnë artistët e Kosovës, nga se kemi shumë artistë të cilët nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për ta ekspozuar punën e tyre, por megjithatë në Gjilan kemi bërë përpjekje që diçka të bëjmë më tepër se sa është e mundshme. O sa mirë me qenë kështu një mbështetje shumë e madhe për artistë e rinj, e gjithashtu edhe m'ja u hap dyert, se për një me ka nevojë shumë për mbështetje, si artistë e rinj, ashtu edhe krejt artistë që kontribuojnë për artin në Kosovë. Kështu që përmes kësaj ekspozite që po e përmendni edhe ju që ka shumë vite që është themelu, ka ndryshuar diçka ndër vite? E keni parë që edhe përkrahja është rritur? Po, sidomos në Gjilan kemi përkrahje materiale nga zyra e kryetarit, ndoshta më ta veçoj sepse në asnjë komunë tjetër pos nga ministria që i mbështeten me subvencione, nëse komuna e Gjilanit ka bërë një hap shumë më përpara se komuna tjera, i mbështet artistët gjatë gjithë vitit kalendarik, duke u mundsuar një shumë sa të simbolike, por për artistët besoj që është shumë. Andaj edhe në Penelin e Flakës janë promovuar me qindra artistë, janë shpërblyer ku i janë hapur dyert për rrugën e tyre artistike, që sa gjejnë vetën dhe të shpalosin artin e tyre. Shpresoj që kjo mbështetje të vazhdojë edhe më shumë, sepse arti dhe artistët kanë nevojë për mbështetje materiale, ka se arti është një fakturë mjaft e shtrenjtë, sepse kërkon sakrificë, kërkon mjete materiale për të realizuar apo për të shpalosur një punë të tyre. Edhe pa e do është arti për një me, asë një artist nuk mundet me vazhdu kështu kër e dënë për një me, artin edhe nuk dorëzosh asë njëherë, qysh edhe kanë bo shumica e artistëve në Kosovë, gjithashtu edhe ju, kështu që faleminderit shumë për këtë kontribut që këni japë për Kosovën. Zoti Belulje, faleminderit shumë edhe për këtë lidhje direkte, që falem paka shumë për ekspozitën që qëndron e hapur në galerinë e qytetit të Gjilanit. Ne do të dëgjojmë edhe me aktivitetet e tjera që do t'i keni. Faleminderit edhe nga ju, nga televizionin shtat dhe ju si gazetarët, të cilët shprehen nga dëshmëri që për një moment të shkurt sa do pak të informojnë qytetarët dhe ardashtit në barë Kosovën dhe Lëgjerë. Patjetër, faleminderit shumë, ditë mbarë. Gjithë të mira. Tonk.